Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi edhe sot sërish së bashku për të sjellur pranë jush një diskutim apo një dinamik që në fakt po ndodhen jashtë shtëpisë së Big Brotherit me ish të dashurën e Gjestit, në këtë rast Xhenetën, e cila u bë pjesë edhe shtëpisë së Big Brotherit, edhe këtij formati në Shqipëri, në sfidën e mos reagimeve, një sfidë e dhënë nga vllau i madh, e cila u fut brenda shtëpisë për Gjestin, për të treguar fytyrën e Gjestit, kështu të paktën u shpreh Xheneta, dhe ish mikut apo mikut të Gjestit, Drilonit, i cili nisi edhe një dron brenda shtëpisë për ta quajtur një fitues. Kujtojmë që Gjesti Drilonin e quajti Bro. Bro do të thot vëlla, por siç duket nga ana e Drilonit nuk ka qenë e njëjta gjë. Xheneta ditë më parë në Instagramin e saj ka publikuar një video ku Driloni i kërkon Xhenetës një takim për momente intime të dy së bashku. Driloni shprehën emocione, Driloni shprehën pasione, Driloni shprehën dashuri, por gjithsesi Xheneta e ka regjistruar të gjithën këtë videon dhe e ka sjellur për publikun. Ndjekim videon dhe takohemi së bashku. Po mi është më mira, tu ka ikë mërzia për Gjesin. Hej, që e të bë? Ku zhote e? Që po rri dhe o në më tute, më rëdhash kush po më që më voj, sa kështë? E që shpo një zonë i kejtë ndryshe, lo. Pse? Që di, nëse mos me të një zonin. Që shi, e ke marrë vetën, heq? Beli ku më po te? Po mënona. Te ku i këto Kosovë ala, po? Po, janë në Kosovë ala. Është një farë fune. Ha? Du me full me ty. Vërë një farë tjese, po s'po du me full nga për telefon. Është qaja tema që kena pas me fullim bega, dishka tjetër? Jo, diçka tjetër. Aha. Po është diçka tjetër, ka punë diçka me diçka tjetër ka punë. A kam lidhja në atë punë? Me duke që po. Aha. Duke që po për shata a je Prishtinë që sot? Po, në Prishtinë, jo. A ke planifikuar sot natën ajo? Jo, kur gjë. Oke, ku të shkruaj sot natën. Hajde del, edhe folëm kërkut shpejt, oke? O, bo, mos tani, veç kallëzëm kur djesh, këna i Prishtinë. Oke. Hej, me ka një? Vetë që po i në kjarë. Hej, Xhenet, Ha, ku je? banes. Qa po bojnë? Qysh qa po bojmë? Apo më kallëzën lidhe me qka është poshtë zotin? Jo, po ka shumë lidhe me shumë sane, po me ty, u shumë do nuk foli ku një në telefon. Kur e Xhenet? Ha, Driljan. Apo det? Apo det? Kallëzëm lidhe me qka është, në të kallëzëja dalas dalë. Po lidhe ka me ty. Edhe me kanë. Me shoa nuk foli bre se i din mund e merë vesh, nuk foli. O, pasha zotin, nuk i kallëzoj kërkujna. Xhenet, nuk është do veç ka zonë këshër. Ha, Nëse del, normal që kena me boq ashtu që mos me po kërkush. Nëse s'del, ka zonë që me abo. ja, po je kam tut vëlla, nuk po du më dalë. Nëse do më thonë që shto thuma, nëse s'do s'ko shka me të bo. Ja, nuk është, nuk mëjtë. Ku e shkila qani goti. Që po ty bëjmë shërë ty t'ka hupë të rune, se s'den as me vëzit. Jo, po i në qani këtë, kuso që shviti jo ma. Xhenet, je që po punën kesh, Pse? pa lidhje. Po pse? Xhenet, veç pak nga. Ha, Në kam po thamë. Une nuk du më po me kërkan, okej? po. Që ta është për momentin. Kështu, me tjetër kanë, me dalë, më po, kur njët. Hej, po qysh mujnë me abo? Po kallëzëm, pro në lidhe me qka është në dalë poshtë. Hut, Ha, hot. nuk ke shumë probleme gjithë ki farë
Hotel të muti, këse u pështjela. A je konë në Tirana? Po, Që kalove? mirë. E takove Sarën, qysh ish? Po, i kom taku shkurt, pas jam shku për Sarën, ka pas për një punë jam shku. Ora 5 sa bojt ti si flejt hale rrugve. Jam mërzdi për ty, Gjenet. Oh. A di që kështë rruga B, jam habite, i kom shku një shok atje, edhe nuk po ma kap telefonin e shoki ma, edhe tani po më ronë ma që keve ti pozit këtu, se ma përman që s'kom po pa shoki më kam përman që i kam të. Po i më kanë loja me shoqe. Po e tani thash, oke, nashta e din, nashta e quti, se u Po, pështjela që ishtë po pje kuna e për kallëve. Po së thiri kërkan o në Drilan. Se ke taku kërkan bebikut? Jo, Pse? se nuk du mu me e ta ma. Përveç teje, Gjenet. Që ishtë mërë së më pje kur për kallëve? Se thiri mëre kërkan. Ne? E pse? Pse thiri kërkan? A du të marrë pa drejta? Ku me ardhë? Me dalë me ty. Pse shka ki me dalë me mu? Qysh mërë, ka 3 muj kina najtë bashkë, po kam qërë me dalë me ty Gjenet. Qysh me Gjenet, po dhe. Po du me të po live, e jo veç me ta një zonin. A një desë më shë? A që të shumë pas ka marrë molli me më po mua qa? Ma me ka zu drejt, mu nga marrë molli veç për ty, nuk e ty pse. Pse mëre po ti më ke urrejt mu në shpe? Jo veç çfarë. Mu ka najt me ty. Po a? Ke thonë aty mrena me femna si kur ti nuk foli e këtu po zu më ka marrë molli. Po Gjenet, unë e po të lusë, çdo ditë e ke veç po bana e gore. Ajne, Gjenet, Ha? për ma e kam thirë. Ju e ndoqët këtë video. Driloni i thot Gjenetës që më ke pëlqyer gjithmonë, ndërsa Gjeneta i ve në pa momentet që ato kanë kaluar në Big Brother që kanë qenë shumë të rënda. Driloni ka patur akuzat e tipit që unë kur nuk merre me një femër si ti, unë kur në jetën time nuk e josh një femër si ti, unë kur në jetën time nuk bëj diçka me një femër si ti, dhe më pas e propozon. Pas gjithë kësaj ngjarjes, kemi reagime edhe nga të dy palët, dhe nga Driloni dhe nga Gjeneta. Do kisha dashur të ndëgjojmë edhe reagimet. Mroma për krejt ata që i kam pas storin edhe shikus të mi. Që që keni po vetë, ka do një video, po ata që i din që jam, ju du të me di që nuk është ashtu. Une jam kam një djallë që i njaja shumë mirë, edhe që është publik, njën edhe ju. U ka direkt mas bigit që ove e por, edhe nuk i di që shumë erë, po ja kum nis pak me lujt edhe me nguc, hala jam konë big dyqysh me kry, edhe kom dosht me vazhdu me lujt. Edhe ka dit bilet që jam të lujt, se vetën ka tha, mos po don me dal të rruga beje, ti me majt fjallin që ke thonë big anej knej, ka orë që ashtu, me lujt me ta, me nguc me atë djallin, edhe po, ata e thanë janë ka veç fjall, unë e ri veç me njerës që i du, edhe atë një pe ditës parë nuk i kom dasht, si qysh edhe gati këtë shqiptaria nuk i don. Po ky njeri ka qef me konë vëmendje, gjesti nuk ja japi vëmendjen, tash vjen normal të Driloni. Po apet kërkoj folje për ata njerës që i bisuin fjallë që i kom qitë pejgujës, po fjallët edhe veprat janë tjersane, edhe po baj gabime edhe une, se çdo njeri, u ka një loj që nuk isha duh me bo, mos e jam kon big, po merë që ashtu, u ka java e por më duket, mas bigit, edhe u kry, edhe loja mo nuk ka, edhe me njerë që nuk i du, nuk merë na mo, po, kërkoj falje edhe njerë për ata njerës që e kanë po nuk është ashtu. Qore,
E pash reagimin e Drilonit edhe po m'keshet se as nuk pas ka dit me shkrujt qaj që pas ka mësu Drilonin. Pikrisht Driloni pranoj që ka qef me lujt, e ka lujt mrena dhe jasht, po jo Drilon Rama, se me të pas dalun e ty posht ishe knaq, po unë të staj pat mundësi. Edhe momenti që kom une qatë video me Nigeriut më ka marrë në telefon, edhe une kam që video, edhe më ka lut me fshi, po jo. Veç jom të prit hala me rajt te dhe ajma shumë, edhe më javë qitë edhe video tjera. Edhe nuk u kam veç jove në parë që të më këdhir mu, po më këdhir deri para do dite. Bile thirën e fundit e ku pas kërë më konë Dubai. Dhe më thonë dje. Kështu që të kisha përshëndet, të kisha thonë mos raj, mos se mashtro popullin. Së në vish me fakt të foli. Ju i dëgjuat reagimet, unë ajo që uroj në këtë mes është që gjesti të mos ndihet keq kur të del të paktën nga Driloni, sepse ndoshta nga Xheneta edhe do ta kishte pritur për hakmarrje, por Xheneta është të treguar e pastër në këtë drejtim sepse ajo ka filmuar të gjithë telefonatën dhe nga ajo që ne dëgjuam nuk I jepte hapësirë Drilonit për diçka më shumë. Tani ose ka qenë kjo një ndjesi e Drilonit I cili ka dashur vërtet ta përjetoj me Xhenetën, ose ka qenë një lojë ashtu siç e përshkruan vet ai. Kjo ngjarje ka trazuar shumë gjërat dhe të gjithë jemi sy e vesh të presim momentin se si do ta komentonte gjesti këtë gjë. Driloni thot unë bëra shaka në videon e arsyetimit që ai ka bërë për të gjithë ndjekësit, ndërsa Xheneta e thonte po tjetër gjë. Xheneta ka patur dyshime sepse ky lloj muhabeti dhe ky ngacmim le të themi, sipas Xhenetës ka qenë I gjatë mes tyre dhe nuk ka qenë vetëm 2 ditë.